Të dashur miq të televizionit Nova, përshëndetje, studio hapur në gjuhën shqipe, vazhdon edhe këtë javë sigurisht se në qendër të vëmendjes janë aktualitetet politike. Mirëpo gjithçka tani më tek ne është politizuar në një farë mënyrë, ta themi ashtu, dhe të gjitha institucionet varet se si po funksionojnë varësisht prej situatave politike këtu në vend. Prandaj për t'ju shmang pak aktualiteteve politike, kemi vendosur që këtë emision t'ja dedikojmë do thotë një sfere krejtësisht tjetër, pra bëhet fjalë për shëndetësien, një segment i cili shumë i rëndësishëm padyshim në shoqërinë tonë. Ndërsa për të bashkëbiseduar për shëndetësien këtu në Maqedoni dhe sidomos në rajonet shqiptare, kam të ftuar drejtorin e shtëpisë të shëndetit këtu në Shkup, zotri Besim Koka. Zotri Koka, mirë se na erdhe, kënaqësi që ju kam në studio. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Zotri Koka, sigurisht se situata politike disi pak i ka bart ato gjëra do thot në një trajektore këtë tjetër, mirë po para se të shkojmë do thot në ato çështjet elementare të shëndetësisë dhe në institucionin ju që drejtoni, tregomni sa po ndikoheni do thot nga kjo situatë politike, nga kjo krizë e cila tashmë po kalon Maqedonia tash 2 vite. Po situata politike në vend, nëse them se nuk ndikon, do gaboj. Për momentin, për funksionimin e shtëpisë shëndetit, ose për punët ditore që kemi, ose për ofrimin e shërbimeve shëndetësore të pacientëve, nuk kemi ndonjë problem të tillë. Mirë po ne si shtëpi e shëndetit kemi planet për si vjetë dhe për vitin e ardhshëm, ku planet e cilët gjithsesi janë të lidhura edhe me Ministrinë e Shëndetësisë, edhe me Fondin e Shëndetësisë, gjë që nga pak ndoshta edhe do fillon stagnimi në investime, në aparaturë, investime në rindërtim dhe ndërtim të shtëpisë shëndetit, i cilat është plan i përbashkët i Ministrisë edhe i shtëpisë shëndetit. Kështu që për momentin jemi okay, nuk kemi ndonjë problem më serioz, po nëse vazhdon kështu, ka mundësi që në të ardhmen të ketë ndonjë stagnim ose në ato planët të afatgjatë sigurisht se do të ndikon. Zoti Koka, prej ardhës tuaj do thot si drejtori i shtëpisë shëndetit këtu në Shkup, jashtëzakonisht shumë është përfol do thot mesin e qytetarëve për investimet e shumta të cilat janë bërë do thot nga ju do thot si drejtor me iniciativë tuajën. Sigurisht se këtu janë prejkë ato poliklinikat të cilat janë në menaxhimin e shtëpisë shëndetit. Tregomni do thot sipërfaqësisht do thot i kalojmë ato parafërsisht sa investime dhe cilat investime janë bërë më të theksuara në këto poliklinika? Shtëpia e shëndetit Shkup është disperzuar në gjithë qytetin e Shkupit edhe fshatrat përreth, kështu që mund të them se gjitha poliklinikat ose gjitha objektet ku ne menaxhojmë kemi bërë ndonjë investim, ose mund të them se kemi bërë një revolucion të investimeve ose revolucion të krijimit të atmosferës së punës, edhe për të punëtorit, edhe për dhënien të shërbimeve të pacientëve. Kështu që nuk kisha mund të tregoj në numra se nuk kam edhe të dhënat tash të sakta, kështu që investimet janë bërë gjithandej atje ku ka pas nevojë, edhe atje ku kemi menduar se duhet të jemi sa më afër qytetarëve. Qytetarët i kenë shërbimet sa më afër. Duke filluar, kemi menduar se si pacientët me sëmundje kronike të kenë shërbime sa më afër vend banimit të tyre. Mund ta cekim kështu për shembull insulinën. Të sëmurët me diabet, domethënë i munduar që së paku atyre t'ja ofrojmë sa më afër vend banimit të tyre, t'i bëjmë kontrollat mjekësore dhe të furnizohen me insulinë. Kjo është një ndër, më shkoj për momentin në mend, prej mënyrës se si e kemi bërë disperzimin e investimeve në për poliklinika. Më të kemi diku 11 poliklinika në shtetin e Shkupit. Aty ku kemi pas se ka mungesë të shërbimeve, aty kemi intervenuar. Zoti Koka, afërsisht do thot Ministria e Shëndetësisë çdo herë krenohet me ato investime dhe punë të cilat janë bërë edhe në për klinikat, por edhe në poliklinikat, sidomos këtu në Shkup. A mund të na thoni do thot parafërsisht ndonjë shifër se sa ka kap shifra do thot e përgjithshme investimeve në shëndetësi apo në poliklinikat ku jeni ju si drejtor? Ju thash se me shifra nuk do të mundem tash për momentin t'ju ofroj shifra, po thash se për shkak se një pjesë më të madhe të investimeve kemi bërë nga shtëpia e shëndetit, kurse pjesa tjetër e investimeve në aparaturë dhe në pjesën tjetër të investimeve ka ardhur në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, kështu që ndoshta
duhet pak një kalkulim dhe një mbledhje të dhënave, në mënyrë që të jepet një shifër sakt. Mirë po, vlen të përmendet se nuk është një shifër e vogël, ose thashë edhe më herët, është një revolucion e investimeve. Si në aparatura, po ashtu edhe në mirëmbajtjen e objekteve, po ashtu edhe planet në të ardhmen, cilët janë planet voluminose, të cilët në vitet në vim është plani që Ministria e Shëndetësisë një sumë bukur të madhe të investon në poliklinikat e shtëpisë shëndetit, kështu që të shohim në vim, kemi shumë plane, ndoshta edhe me kalimin në pyetje tjera, ndoshta do vim deri ajo më konkretizojmë investimet që do bëhen. Kur jemi tek aparatura, sigurisht se një vëmendje kryesore do thotë e ka bartë rezonanca magnetike, një aparat i cili është instaluar do thotë në poliklinikën e Çajirit, gjë e cila ishte domosdoshme për qytetarët e cilët kërkonin shërbime të tilla. Ndoshta për ato shërbime kanë qenë dashur të bëhen edhe kilometra, edhe orë të hupen, tash keni mundësu do thotë atë tek qytetarët në poliklinikën e Çajirit. Për çka bëhet fjalë? Do thonë, ne si shtëpi e shëndetit dhe si menaxhment, gjithmonë kemi menduar edhe gjatë investimeve, ku kemi menduar të bëjmë investime, po edhe çdo ditë ulemi edhe si bazë e kemi shërbimin e qytetarëve. Dhe atë shërbim të cilët qytetarët kanë nevojë, edhe qytetarët të cilët kanë nevojë shërbimin ta kenë sa më afër të vendbanimit, në atë mënyrë ne i bëjmë prioritetet edhe na vijnë idetë se çka duhet të bëjmë, çka duhet të investojmë në të ardhmen. E përmendet rezonancën magnetike, e cila, si informacion që jap, është në procedurë tenderimi, kështu që brenda 2 muaje e gjysmë, themi 3 muaj maksimum, do mbaron procedura tenderimit dhe jemi të vendosur që atë aparaturë të vendojmë në poliklinikën e Çajirit. Dhe kjo një herët është për së pari herë është si shërbim i shtëpisë shëndetit me rezonancë magnetike, nuk e kemi pasur ndonjëherë më herët. Gjë për të cilën është dashur do thotë qytetarët të drejtohen në klinikën Po, në klinikë ku ka pas shumë rend, ka 2 muaj, 3 muaj, edhe 5 muaj ndoshta është pritur. Tashti me instalimin e kësaj aparature do zvogëlohet pritja në klinikë, pritja në kirurgjinë e qytetit, pritja në spitalin e qytetit, në spitalin ushtarak që është. Edhe do zvogëlohet pritja në nivel të Shkupit, kjo do jetë aparati i 4 në qytetin e Shkupit, ose i 6 në nivel republikan. Normal, gjithmonë flas në pjesën shtetërore të shëndetësisë. Për të bërë, do thot, një balans të asaj punës suaj, do thot se a keni qenë një suksesshëm brenda këtyre viteve apo jo, sigurisht se duhet t'i rikthehemi pak gjendjes se si ka qenë pararës suaj. A mund të na bëni një rekapitular, do thot se si ka qenë gjendja atëherë? Shifëm, gjendja, nëse them se ka qenë keq, nuk ka qenë edhe atë keq. Mirë po, duke marrë parasysh nëse e krahasojmë atë kur e ku marrë para 5 viteve, edhe nëse e krahasojmë me tash, thash edhe më herët kemi një revolucion të shërbimeve, një revolucion të punëve që janë kry, dhe nëse e bëjmë krahasimin e para 5 viteve dhe sot, është një krahasim shumë i madh, një dispezancë e madhe ndërmjet këtyre 5 viteve, për shkak se ne si menaxhment me ardhjen tonë, në ardhjen time, vendosëm si çdo vit, me do e mos ne të ndajmë një buxhet për investimin në aparaturë dhe për investimin në mirëmbajtjen e objekteve. Për shkak se pam se në pjesën e aparaturës dhe në pjesën e mirëmbajtjes të objekteve ishte e lënë shtëpia e shëndetit pas dore me vite të tëra. Mund të them 15 vite të kaluara, nuk ishte investuar gati se fare. Dhe ishte e domosdoshme, ose ne e pam si të domosdoshme, se çdo vit me do e mos ne do ndajmë një buxhet për investime në aparaturë dhe investime në rekonstruim ose në mirëmbajtje të objekteve. Gjë që atë punë kemi bërë çdo vit dhe mendoj se çdo vit duke shkuar, duke kaluar, ne shohim rezultatet, ose mund të them më saktë nuk kemi këshirë shumë mbrapa çka kemi bë, po tash pas 5 viteve nëse nalim e marrim bëjmë një CV një rezime të arriturave, e shohim se janë bërë bukur punë, mirë po ka ende për të bërë, kështu që mos lavdërojemi shumë, për shkak se kemi ende punë për të bërë. Gjithmonë teknologjia zhvillohet, gjithmonë teknologjia përparon dhe gjithmonë ka vend që
të investohet edhe më shumë. Zoti Koka, gjatë ardhjes pas ardhjes do të tuaj në këtë funksion keni deklaruar se investimet nuk do të bëhen mbrenda ditës dhe ndryshimi nuk do të bëhen mbrenda ditës, mirë po gjatë gjithë këtyre viteve do thotë sa do të jem në këtë institucion, do të vazhdojmë, asnjëherë nuk do të ndalemi së investuari, do thotë pikërisht dhe si synim keni pas çdo herë ato poliklinikat të cilat janë prek do thotë ato vendbanimet shqiptare apo në komunat shqiptare, sidomos këtu do të theksoj do thotë poliklinikën e Çajirit dhe asaj të Bitpazarit, ku shumica dërmuese qytetarëve shqiptar do thotë kërkojnë shërbimet në këto poliklinikat. Nuk du të janë ashkalu edhe poliklinika tjera, do thotë për shkak se jeni përqendru shumë edhe në poliklinika tjera, mirë po këto dyja disi jeni përqendru më tepër, vëmendjen kryesore keni pas te këto dyja. Pse kishin qenë më pas dore të lëna apo ndoshta volumi i qytetarëve apo kërkesa ka qenë më e madhe këtu? Gjatë planifikimit thash të investimeve ose të punës tonë që e bëjmë, gjithmonë kemi bërë duke i marrë parasysh numrin e shërbimeve që i bëjmë, ose vizitin e qytetarëve në për poliklinikat. Në thash se i kemi 11 poliklinika, edhe ndër poliklinikat më frekventive është poliklinika e Çajirit dhe poliklinika e Bitpazarit. Gjë që edhe ndër investimet më të mëdha në këtë pjesë janë bërë në këto dy poliklinika, por mos tani ne shkallojmë edhe poliklinika tjera, sidomos në poliklinikën e Draqevës, Taseki, kemi bërë edhe atje bukur investime dhe kemi hapur kabinete të shumta specialistike, kemi hapur edhe punktin e ndihmës së shpejtë dhe shumë kemi hapur rengenin dhe shumë shërbime tjera të cilat në atë periudhë kur erdhon si drejtor aty, e pam se atje ishte pjesa më e lënë pas dore. Dhe bukur shumë edhe atje do të kemi bërë investime, por edhe si shtatë edhe ju, edhe unë po potencoj se edhe në Bitpazar, edhe në poliklinikën e Çajirit kemi bërë investime, jo që kemi bërë investime, po e kemi ngrit një farë mënyrë nivelin e poliklinikës më lartë me shërbime dhe me aparatura të ndryshme. Ndoshta e përmenu më herët punën e rezonancës magnetike, është në procedurë edhe furnizimin i mamografisë elektronike. Kemi bërë furnizimin me echo, me kardio sond dhe sondat abdominale. Kemi bërë gjithashtu edhe investime në aparatur të fizioterapisë. Gjithashtu kemi bërë edhe rritjen e shërbimit, do të kemi zgjeru me një kabinet tjetër, do të kemi bërë rritjen e shërbimit. Duke i pa nevojat e qytetarëve, duke i pa kemi hapur aty në poliklinikën e Çajirit edhe qendrën e insulinës, ku qytetarët e Çajirit edhe komunave përreth, duke marrë butelin, duke marrë Qyqer Sandeva, Shutkën, veç nuk kanë nevojë të vinë deri në Bitpazar të marrin insulin, por do e marrin veç në poliklinikën e Çajirit. Pastaj edhe mos të flasim për renovimet, për mirëmbajtjen, për investimet në higjienën e toaletet e poliklinikës së Çajirit. Kanë qenë gjendje alarmante. Kanë qenë gjendje alarmante, po gjitha i kemi renovuar. Pastaj është një risi tjetër të cilën mund tash ta them për momentin. Jemi duke përgatitur një sallë për trajnime që do bëhen për fëmijët deri në 18 me anomali të boshit kurizor. Kjo është diçka e re, diçka që askush s'e ka menduar. Neve në erë si ide, duke marrë parasysh numrin se to 3 komuna që i përmenda, komuna e Shutorizarës, komuna e Buterit, komuna e Çajirit dhe Qyqer Sandeva, të ku 1800 fëmijë të paraqitura, të evidentuar me anomali të boshit kurizor. Gjë që për këta 1800 fëmijë, ta duhet ose të shkojnë në Kozle të bëjnë trajtimin, ose duhet të shkojnë dikun tjetër në privat, ose ne tash me këtë qendër trajnimi, do ju mundsojmë atyre fëmijëve, po edhe tjerë të cilët do paraqiten në të ardhmen, që trajnimet bazë t'i marrin aty në këtë sallë. Sallë e cila mendoj që është simbolike, nuk do kushton shumë, po do ketë rolin shumë të rëndësishëm, nuk do jetë një investim aq i madh, po pasi që e kishim një pjesë të bodrumit, e kishim të zbrazët dhe rinte ashtu, dhe ashtu në erdhi ideja që ta bëjmë atë sallë. Edhe shumë shpejt do realizojmë atë. Pasi jemi të kjo temë shumë e ndihshme, do thotë dhe pikrisht prekem, do thotë fëmijët,
gjëja më e shtrenjtë do thotë të çdo familje. Sa do të jetë e nevojshme do thotë edhe vetë inkuadrimi e fëmijëve të mirët idetë edhe prej tyre do thotë se sa është e rëndësishme, do thotë sa është bare aty, do thotë se për shkak se disa edhe ankohen për shkak se kanë ato çantat për në shkollë kanë gjëse të rënda dhe po ju shkaktojnë dhimbje në boshtin kurrizor. Pastaj mos qëndrimi adekuat do thotë në ato, sa do të nevojitet edhe sektore tjera përfshirë këtu edhe të arsimit për konsultat më gjëra. Pikërisht, kjo sallë që thash do e bëjmë sallë trajnimi, nuk do jetë vetëm për eliminimin e problemeve të boshtit kurrizor, po do jetë edhe dhënia e këshillave preventive. Do e bëjmë në të ardhmen, është edhe ideja që në të ardhmen do e bëjmë një kampanje për shkolla, faktikisht mjeku i cili do punësohet aty dhe kuadri që do punësohet, nuk do ketë punë vetëm të punojnë në sallë aty dhe të jep shërbime për ata fëmijë të cilët vetë e kanë problemin, po ata një farë mënyrë do e bëjmë një program ose një organizim ku do i vizitojnë shkollat edhe do japin këshilla se si duhet që mos vjen puna deri te problemet ose shtrëmbimi ose problemi me boshtin kurrizor. Zotëri Koka, shumë pak ju njohin qytetarët do të thotë, por edhe funksionarët do të thotë si drejtor i zyrës, ashtu ta quajmë ne. Shumë pak ju shohim në zyre, vazhdimisht jeni në teren, nga kjo energji, dhe thotë, tashmë 5 vite jeni në këtë institucion, keni fillu disi të hargjoni, apo vazhdimisht, dhe thotë, akumuloni për shkak se jeni edhe një njeri i cili ndihmoni shumë. Ka pas x raste tani të cilat ju nuk i keni bën, dhe thotë, publike, mirë, po u keni dalë ndihmë, dhe thotë, shumë qytetarëve të cilët kanë trokit në derën tuaj. Si njeri, me vetë faktin kër e kemi marrë këtë pozicion, me thonë, përveç punës që kemi obligim, me thonë, një farë mënyre kemi obligim edhe që ndihmojmë qytetarëve. Edhe aty ndoshta ku nuk kemi mundësi ose nuk është puna jonë. Nuk është puna jonë ndoshta si drejtor, mirë po si njeri është, unë e ndi obligim, me momentin që kemi marrë pozicionin, jemi pajtuar që do ju ndihmojmë edhe popullit, pasi që gjithmonë në kaldim se populli jonë të kaluaren nuk ka pas mundësi, nuk ka pas asnjëherë një drejtor që të vjen të troket në derë edhe të çojnë hallin e vet. Sot e kanë, unë më ju tregu të drejtën edhe asnjëherë nuk lë takim. Është dera e hapur, kush vjen mund të pret ndoshta pak, po me pranu do e pranoj. Nuk lën takim, jo nesër jo pas nesër, kush vjen është e ka derën e hapur. Gjithmonë në shërbim që të ndihmojmë qytetarëve. Njëherët edhe kjo në epë edhe në përshtëpi keni vizitu, do të thotë x personat cilët nuk kanë pas ndoshta mundësi për... Po, nuk kanë pas mundësi ndoshta për që të vinë të marrin shërbime shëndetësore, ju kemi dërguar mjek edhe në përshtëpi, kemi dërguar edhe pasi që edhe ndihma e shpejtë edhe vizita shtëpiake. Kështu një farë mënyrë t'i ndihmojmë pacientëve, qytetarëve, na jep edhe vullnet më shumë për punë. Më mendoj se ajo na mban na jep çdo ditë edhe më shumë vullnet edhe më shumë energji që të vazhdojmë me punë. E dini se është institucion i madh dhe për të kontrolluar është një çikë të vështirë, mirë po me përkushtueshmëri dhe me punë të palodhshme diçka bëhet. Zoti Koka, edhe çka nevojitet në kompletimin apo ta them në një farë mënyrë rrumbullaksimin e nivelit të lartë të diagnostifikimit do thotë shtëpisë të shëndetit këtu në Shkup, për të kompletuar do thotë gjithë atë kapitull të cilën e keni filluar, edhe çka do të nevojitet të realizoni, çfarë projekti keni në plan? Si shtëpi e shëndetit, do thonë kemi shkuar me etapa të zhvillimit të gjitha sektoreve. Mund të aseki se në pjesën e laboratorisë jemi të furnizuar me aparatura më moderne, të mundshme, të laboratorisë. Me thonë, laboratorinë e kemi në nivel më të lartë. Kemi mbaruar me atë kapitull, kemi dalë pastaj tash për momenti jemi të punuar në rentgenologji, me thonë në kabinetet e rentgenit, ku jemi duke bërë investime, jemi duke bërë për momentin digitalizimin e aparaturave, mënyrë sa më efikase të bëhet diagnostifikimi në pjesën e kabinetit të rentgenit dhe në mënyrë më moderne dhe mënyrë më të lirë të japim rezultatet qytetare. Në të ardhmen e afërt, nuk do japim më ashtu filma që janë standard, po do japim një CD ku do e ketë të incizuar
metodit e cila praktikohet edhe në qendrat evropiane dhe jemi duke punuar atë në mënyrë edhe neve si institucion do na bin harxhime, do zvoglohen harxhimet, edhe qytetari do merr një shërbim më modern dhe më të shpejt. Ajo është, më thonë, thash në pjesën e laboratorisë kemi të mbaruar për momentin. Normal, gjithmonë ka momente që se aparaturat vinë edhe vjetrohen, edhe duhet të ndrohen, mirë po për momentin, për disa vite, jemi okej në këtë pjesë. Pastaj tash në pjesën e rentgenit jemi duke u zhvilluar dhe në mbarojmë deri në fund vitit do e zgjidhim këtë problem. Këtu futet edhe rezonanca magnetike, pastaj futet edhe tomografia. Pastaj dalim në pjesën e kabineteve specialistike, aty ku jemi çdo ditë zhvillohemi me aparatura të ndryshme, i furnizohen me aparatura të ndryshme, cili kabinet, cili në vete ka aparaturën e vet dhe asnjëherë nuk mbarojnë këto. Do të thonë gjithmonë ka del aparatura të reja, ka aparatura të reja, ka nevojë për ndonjë aparat tjetër. Mirë po ne jemi përkushtuar që së paku minimum standardin minimum evropian ose botëror ta mbulojmë. Pastaj në zhvillim sa do mundemi do zhvillohemi. Pjesën tjetër e kemi edhe ndihmën e shpejtë, ku edhe aty u furnizuan para 4 viteve me 15 vetura të ndihmës së shpejtë. Tash në procedurë është Ministria e Shëndetësisë së bashku me Shtëpinë e Shëndetit edhe 12 vetura të reja. Do thonë me arritjen atyre 12 veturave do kompletohemi si Shtëpi e Shëndetit aspektin e veturave dhe dal nga dal pasi që kemi shumë sektor, edhe nuk mundesh, duhet të kesh miliona e miliona që të bësh për njerëz. Do thonë çdo vit seks të veçantë i japim njerëz prej sektorëve, pastaj pjesën tjetër ja kushtojmë nga gjitha sektorave të tjera. Do thotë i përmbani parimit tuaj, do thotë hap pas hapi. Hap pas hapi, po. Se askush nuk mundet t'i bën gjërat për një. Nuk ka shkop magjik edhe gjërat janë shumë të vështira, edhe këto që i bëjmë me vështirësi të jashtëzakonshme. Do thonë jemi të standarduar. Kur jemi këtu tek vështirësitë, sa po gjeni do thotë hapësirën apo ta themi ashtu mbështetjen e institucioneve shtetërore këtu kam fjalën do thotë të Ministrisë Shëndetësisë, Qeverisë Republikës së Maqedonisë, por edhe Ministrinë e Financave, të cilën drejt për drejt jeni në një farë mënyrë të lidhur. Që them të vërtetën, 2 vitet e 3 vitet e kaluara kemi pasur mirë kuptim edhe nga Ministria e Shëndetësisë edhe nga Ministria e Financave. Mund të potencoj se Ministrinë e Financave na është lejuar në disa raste edhe punësimi i mjekëve dhe i stafit tjetër, motra dhe vozilët e staf administrativ. Na është mundësuar tashmerët edhe nga Ministria e Shëndetësisë veturat të ndihmës së shpejtë, një pjesë të aparaturave shkon nëpërmjet ministrisë. Ka pasur ndihmë, kemi pasur, mirë po gjithsesi duhet të rritet kjo ndihmë, se në vazhdimsi duhet të rritet që mënyrë që të kemi më mirë. Ju në atë aspektin politik do thotë nuk jeni njeri i qetë. Çdo herë kërkoni diçka të re, çdo herë kërkoni a keni has do herë nga ana e qeverisë apo ministrisë ju thonë mjaft mos e shumë kërkove. Thojnë ata, po nuk ndalem dot, s'u ndalen dot. Jo, zotri Koka, më herët do thotë para se të vini në këtë post për 3 vite, mos gabofsha keni qenë si drejtor në kirurgjinë e shtetit. Tash nëse bëjnë një rekapitular do thotë të shëndetësisë në përgjithësi, për shkak se jeni numër 1 do thotë i shëndetësisë këtu në Shkup, ta themi ashtu në një farë mënyre, nëse bëjmë tash në nivel shtetëror, ku gjendet shëndetësia në një sferë shumë e rëndësishme në shoqërinë tonë, e cila në krahasim me shtete tjera disi po mbajemi aty jemi. Do thotë është duke përmirësuar gjendjen në shëndetësi në përgjithësi do thotë në shtet apo si që këtë më herët, më thonë, për 3 vite kam qenë drejtor në kirurgjinë e qytetit. Ishte një sfide dhe atje, një sfide madhe ishte, një institucion i madh, po ashtu, një institucion shumë i rëndësishëm për qytetin e Shkupit, dhe mendoj se në shëndetësi aty i mora hapat e para se si duhet të punohet në shëndetësi, mirë po aty nuk isha gjatë kohë, po sa filluam të futemi në zhvillim, në ndryshimet, u desh të lëviz prej aty, dhe tash është aty një kolege cila ka vazhduar punën time aty, dhe me shumë sukses ka
përcjell punën deri tani dhe shoh se ka shumë ndryshime edhe atje dhe shumë përparim. Shëndetësia në përgjithësi në Republikën e Maqedonisë mendoj se në krahasim me shtetet përreth jemi në avantazh. I kam vizituar edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Serbi dhe mendoj se jemi më në avantazh në pjesën e shëndetësisë. Më shpejt kemi bërë reforma, më shpejt jemi futur reformave, më shpejt jemi bërë zhvillimin, investimet, ka më shumë investime. Normal, nëse krahasojmë më gjerë, ndryshon situata, mirë po, shtetet e përreth jemi në avantazh aspektin e zhvillimit. Zoti Koka, keni pas takime do thotë me këto shtëpitë e shëndetit në 2 kryeqendra tjera shqiptare, do thotë në Tiranë dhe sapo e potencova që keni vizituar atje, keni shkëmbime kështu idesh, do thotë se çka po praktikohet atje, çka duhet praktikohet, sa ne po marrim mësim prej atyre, sa ato prej neve kështu me radhë. Të them të drejtën, nuk kemi bërë ndonjë kështu më thellë ndonjë takim ose një shkëmbim të informatave ose të përvojës, mirë po jam i informuar nga afërmi se si funksionojnë ata dhe si funksionojmë ne, edhe kemi ardhur në përfundim se një pjesë të, siç thash edhe më herët, një pjesë të zhvillimit jemi shumë më të avancuar, po jemi një pjesë, për shembull në Kosovë, shtëpitë e shëndetit janë në nëmbrellën e komunave. Ka një ndryshim aty. Për shembull, emrimin dhe gjitha tjera punët i bën komuna, më thonë, në shtëpinë e shëndetit. Kurse te ne jemi sistematizimi politik ndryshon atje. Më thonë, është e decentralizuar shëndetësia primare, ta quaj kështu. Është më mirë tjetë decentralizuar apo në këtë mënyrë si funksionon atje? Nuk di, nuk kemi ndonjë provë, nuk kisha ditë tash me thonë, po besoj se decentralizimi gjithmonë është më i mirë. Besoj tash duke i marrë parasysh në sektorët tjerë se decentralizimi sjell gjithmonë punë të mira, besoj se edhe në shëndetësi mund të jetë më mirë. Mirë po duhet të elaborot, ata duhet të bëjnë ekspert, duhet të bëjnë njerëz se të kanë provojnë në këto aspekte që ta shohin a është më mirë apo jo. Zoti Koka, për shikuesit tanë do thotë duhet të elaborojë disa shifra me çka ju menaxhoni. Do thotë shtëpia e shëndetit në Shkup ka rreth 1250 të punësuar. Mos gabofsha, do të më përmirësoni gjatë. Do thotë 54 objekte menaxhoni gjithsej dhe 11 poliklinika. Dhe në gjithë këto, do thotë, institucione japin shërbim dikon rreth për 800.000 qytetarë në qytetin e Shkupit dhe për rreth. Janë shifra alarmante. Po, fitim, është vërtet, do të thonë janë një friksojnë kësaj sfide? Ju kam fisuar kur u futa në fillim, po tash jemi familiarizuar me këto cifra dhe me këto probleme, kështu që tash nuk e kemi problem. Jemi 1250 të punësuar, 11 poliklinika, 48 objekte dhe tykun 1 milion pacient. Ju thënë 800.000 qytetarë, marrin shërbim. Jo, më thëmë 1 milion pacienti kemi në vit. Kështu që janë shifra alarmante, janë shërbime shumë të mëdha, ndojnë voluminoze. Po e them këtë për shkak se ka komuna të cilat kanë me numër shumë të vogël të punësorëve, japim do të shërbime për qytetarët në atë aspektin e decentralizimit, siç e tham, do thotë për një numër shumë të vogël qytetarëve. Kur t'i flasim do thotë për drejtorinë në të cilën ju jeni drejtor, janë shifra sinqerisht tam shumë të mëdha, do thotë që janë trishtuese ndonjëherë për të kujtuar, do thotë kesh 1 milion pacient për t'japë shërbime dhe duhet dalin të gjithë të kënaqur, padyshim është sinqerisht një sfidë shumë e madhe ku duhet një angazhim tepër i madh. Maksimal. Desha të theksojmë pikërisht tek numri të punësuarve këtu, do thotë njiheni do thotë edhe si një nga menaxherët më të suksesshëm rreth punësimit të kuadrove të reja. Gjatë këtyre 5 viteve do thotë sa punësime keni bërë gjithsej, është rrit dukshëm edhe numri i shqiptarëve të punësuar në këto institucione. Si ka qenë gjendja dhe si e keni ndryshuar tash me ardhin tuaj? Do thonë gjatë këtyre 5 viteve dikon mbi 100 punësime janë të realizuara shqiptare kanë fjalë. Vetëm shqiptar. Vetëm shqiptar. Nuk kemi edhe tjerë, po vetëm shqiptarë janë mbi 100, 156, shtu shka. Dhe numri, ose nëse flasim me përqindjen, dikon mbi 14%, ose afër 15% është përfaqësimi i shqiptarëve në këtë institucion. Normal ne nuk kemi të kënaqur, gjithmonë jemi munduar që përveç pjesës kuantitative
ta shohim edhe pjesën kualitative të punësimeve. Gjithmonë jemi munduar që stafin mjekësor, mjekët dhe motrat të mësojmë sa më shumë. Se më e nevojshëm është mjeku dhe motra, për shkak se ato janë direkt involvuar në shërbimin. Edhe administrata, po administrata është një mënyrë direkt, mund të menaxhohet edhe pa administratën mbështetjes shqiptare. Po shumë e rëndësishme që mjeku dhe motra të jetë shqiptare. Kemi pasur raste dhe konkurse që nuk janë paraqitur edhe mjek shqiptar. Kemi mundur 10-20 mjek të mësojmë. Nuk kemi kuadra. Kjo mendoj se këto, sa të them, 12 vitet e fundit janë bërë shumë punësime. Ose mund të them, jam i bindur se gati se asnjë shqiptar mjek nuk është pa punë. Janë punësuar të gjithë. Ose ashtu si dalin, si prodhohen, si mbarojnë universitetin, fakultetin, me automatizëm, menda një kohë të shkurt, ata punësohen. Kjo është arsyeja. Nuk kemi kuadër i cili është i pa punë, mënyrë që ta punësosh. Kështu që kemi pasur edhe rastet e tilla, se ky numër prej 100 e sa do ishte shumë më shumë, kur do kishim kuadër. Gjithmonë kemi tentuar ose jemi munduar që fillimisht shohim a kemi kuadër për atë punësim që do e bëjmë, apo s'kemi, pastaj kemi hapur konkurset. Lart poshtë, thash, kemi pas momentit që... Përfaqësimi adekuat në institucionin tuaj, do thotë kalon atë 20%? Jo, do me thonë, përfaqësimi ende nuk është i arritur, edhe synimi jonë është që të arrijmë edhe të i kalon përfaqësimin adekuat. Në 2 poliklinikat ku i përmendum, do thotë në Çajër dhe në Bitpazar, këtu do thotë shifrat një numër shumë i madh të punësuarve shqiptar. Do thotë pikërisht këtu ajo shifra do thotë përfaqësimi sigurisht i te kalon disa herë ato shifra. Vëtim, do të thonë, ne kur mendojmë, kur bëjmë plan se si duhet t'i bëjmë punësimet, gjithmonë ose synimin e kemi që aty ku ka pacient shqiptar, të lënë së paku një person të jetë shqiptar. Ose të jetë administratori, ose të jetë motra, ose të jetë mjeku. Që mos të jetë probleme gjatë komunikimit. Pacienti gjithmonë të hasë, nëse ka nevojë ose ka probleme në komunikim, të ketë një shqiptar aty. Kjo është synimi jonë, që aty ku ka pacient shqiptar, të ketë edhe një i punësuar shqiptar. Ka disa sektore të cilët nuk të kaluarën fare nuk kanë qenë të involvuar shqiptar, edhe jemi mundu që aty të inkuadrojmë shqiptarë dhe kemi arritur shumë, sidomos në pjesën e Bitpazarit, Poliklinikën e Bitpazarit, Poliklinikën e Çajirit. Në Gjorçe ku pjesa e Sarajit, komunës së Sarajit marrin shërbimet shëndetësore, në Draqev ku pjesa e Studniçanit marrin shërbime shëndetësore, ku thash më herët kemi bërë investime edhe në Draqev shumë, aty duke pas parasysh se komuna e Studniçanit, një komunë me mbi 20.000 më duket qytetarë shqiptarë atje, marrin gjitha shërbimet atje. Me thonë, gjithmonë ku mendojmë se pacient shqiptar në këtë institucionin do ketë, po e kam fjalën pacient shqiptar me numër më të madh pak, që normal mund edhe të ketë probleme ku ka numër të madh të shqiptarëve, mund të ketë edhe probleme të tilla më shumë. Sot Koko, mund të na elaboroni do thotë cilat ato sektoret ju i menaxhoni do thotë si shtëpi e shëndetit. Thamë do thotë ndihma në shpejtë, këto 11 poliklinikat, çka hyn aty brenda do thotë menaxhim? Do thonë është preventiva, vaksinimi i fëmijëve, vaksinimi i fëmijëve në shkollë deri në klasën e 8. Pastaj vjen pjesa specialistike, vjen pastaj pjesa kabineteve specialistike, do thonë gjitha kabineteve specialistike, pastaj vjen pjesa e rentgenologjisë, vjen pjesa e laboratorisë, vjen pjesa ndihmën e shpejtë e përmendet, pjesa e shëndetit, shërbimeve të natës, vizitave shtëpiake, aty pa janë të inkuadruar në pjesën e ndihmës së shpejtë. Pastaj dalim në shërbimet të mjekësisë mendore ose për fëmijë të cilët me anomali mendore, ku bëhet zbulimi fillimisht i atyre, pastaj më vonë edhe trajtimi i tyre. Pastaj kemi edhe shumë sektorë tjerë, pjesa e menaxhimi i sektorit për shëndetin e fëmijës dhe nënës, është një pjesë,
ku aty kemi edhe patronazhin. Nga këto shumë vështirë që nga mi numëru gjitha këto, do thot mirë, po theks të veçantë do të kisha dash të japë, do thot vaksinimi të fëmijëve. Një kohë të gjatë do thot po përflitet në përmedja tema të ndryshme, do thot se si po rrjedhë do thot vaksinimi, a duhet vaksinohet, a nuk duhet vaksinohet. Ju keni bën do thot edhe trojeza të rumbullak, ta keni pas do thot pikërisht për këtë çështje do thot së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë dhe shumë shpejt do thot jeni pajisë si Ministria e Shëndetësisë, mirë po edhe ju si drejtori i shtëpisë shëndeti, jeni pajisë me ato vaksinat 6 valente, të cilat praktikohen do thotë edhe në shtetet evropiane. Sa ishte kjo e vështirë për të ndruar do thotë sistemi i vaksinimit komplet dhe ta shtypën shërbime si qipen në përqendrat evropiane? Po kishim një çik vështirësi, mirë po me kalimin e kohës, me duke ecur rrugës, edhe gjitha problemet u evituan. Dhe tash për momentin vaksinimi vazhdon me sukses, ashtu siç kemi qenë edhe më herët. Do të thonë diku mbi 90% e vaksinimit realizohet. Kështu që kjo shifër njëjtë e ke edhe në Paris, njëjtë e ke edhe në Bruxelles, njëjtë e ke edhe në vendet evropiane edhe në Washington. 90% e më lartë, ne diku në disa pjesë të poliklinikave mrin edhe në 95-97% bëhet vaksinimi. Kjo është një informacion i mirë. Me thonë, ne me sukses e bëjmë punën tonë, arrim që pjesën ndërmuese të popullatës t'i vaksinojmë. Kjo është ajo pjesa jonë që është me rëndësi. Pastaj pjesa tjetër e vaksinave 6 valente dhe ajo është politike e Ministrisë së Shëndetësisë. Dhe ata kanë vendosur pasi që edhe furnizimet me vaksina bëhet nga Ministria e Shëndetësisë. Ne vetëm implementojmë vaksinimin. Dhe detyra jonë është që t'i japim vaksinimet, po edhe t'i thrasim qytetarët që të vinë të marrin vaksinimin. Pasi që e dinë se vaksinimet janë me kohë, me ditë, këtë ditë, atë ditë janë të saktuara dhe ne tanë kohë ne informojmë qytetarët i thrasim se duani të vini këtë datë, këtë orë që ta merrni vaksinimin. Dhe ne jemi të suksesshëm në implementimin ose në dhënien e vaksinimeve. Ka vaksinat mjaftueshme do thotë në këto poliklinika? Ka vaksinat mjaftueshme, nuk kemi pasur problem. Pak më herët ishte një problem në vonesën e tenderimit, e dërgesave, po edhe ajo është evituar shumë shpejt dhe kështu që ndonjë problem më serios nuk kemi pasur. Kur jemi tek numri rekord do thotë për cilin flitet, gjithashtu do thotë është një numër goxha i madh dhe i kënaqshëm i numrit pacientëve të cilët kërkojnë ndihmën e parë, do thotë ashtu ta quaj nga poliklinikat ose shërbimet e para nga poliklinikat, për të mos shku do thotë në klinikat në qendrat e shtetit. Kjo shifër sa është në përqindje? Jemi bërë një filter i madh i shëndetësisë. Do thonë, para 4 viteve, mos më shumë, para 4 viteve, gjithë pacientët ende pa shku në poliklinika, shkojshin direkt në mjekësinë terciare ose në klinikat e shtetit, ku atje u bëjte një rrëmujë e madhe, kur ndoshta ai që nuk duheshte të merrte shërbim merrte, kurse ai që duheshte nuk merrte ose u vonueshte. Kështu që ne tash jemi bërë një filter i madh i shëndetësisë ku para se të shkojnë në klinikë, ata duhet të vinë së pari te ne. Ne t'ju japim udhëzim për klinikë. Dhe vitin 2015 ka qenë 90% e qytetarëve të cilët kanë ardhur në shtëpinë e shëndetit, kanë kryer shërbimet dhe nuk kanë pasur nevojë të shkojnë në motutje. Vetëm 10% prej tyre i kemi dërguar në institucionet më të larta, terciale dhe sekondare. Në vitin 2016, kjo shifër rritet, 92% e qytetarëve që kanë marrë shërbime në shtëpinë e shëndetit kanë kryer aty dhe nuk kanë pasur nevojë më tutje, kurse vetëm 8% i kemi përcjellur në institucionet më të larta shëndetësore, sigurisht se klinikat ose të thënë institucione terciale. Kështu që kjo është një arritur, besoj që para vitit 2014-2013, besoj që ka qenë 70%, ndoshta 60% e qytetarëve kanë ardhur, kanë marrë shërbime, pjesa tjetër kanë shkuar në klinika. Tash është bërë një kthim, një ndryshim. Kjo në përkthim i bën se jemi bërë filteri madh i qytetarëve ose i shëndetësisë ku nuk lejojmë që pa nevojë të shkohet në klinikë. Ata që kanë nevojë, ne do jegojmë, kemi dokumente me prioritet,
Kështu që më Ju automatizëm vlerësoni do thotë se cili duhet dërgohet në klinikë. Ne vlerësoj se a duhet të shkon më tutje apo duhet të mbaron aty. Zoti Koka, gjithashtu keni hapë të vlen të përmendet do thotë edhe 30 kabinete të reja. Në mes tjera do thotë ajo për të cilave më ka bërë do thotë shumë përshtypje ka qenë e logopedit mos gabofsha. Do thotë keni insistuar me çdo kusht të krijohet një ekip shqiptar aty. Ku do thotë fëmijët dhe prindrit do thotë normalisht duhet të kenë do thotë qasjen e tyre në gjuhën e tyre shqipe do thotë. Sa ka qenë e vështirë kjo të realizohet? Që në fillim do të në atë aspektin teknik nuk duket shumë mirë, po tash kur qytetarët fillojnë do thotë të marrin shërbimet, është diçka jashtëzakonisht shumë e madhe. Unë në të kaluarën time kam punuar në Save the Children, ta përmend, ndoshta nuk është problem, ku pjesë e programit të Save the Children ka qenë puna me fëmijë të hendikepuar. Edhe ta në kone ku pas në kokë atë, kur edhe këtu në shtëpinë e Shëndetit, thosha si mundet këta pacient, këta fëmijë në anomali mendore, të marrin shërbim nga një mjek që është okej, mjek i mirë, po në gjuhën tjetër. Ata edhe ashtu kanë probleme të veta, plus tash paraqitet edhe pjesa e gjuhës. Dhe më erdhi ideja se ne urgjentisht duhet të krijojmë një ekip shqiptar, ku ata në gjuhën anëtare do miren me problemet ose me kurimin ose me terapitë e këtyre fëmijëve. Edhe kemi pasur vështirësi, shumë kemi pasur vështirësi, për shkak se një pjesë e ekipit nuk llogaritet sikur staf mjekësor, llogaritet si staf ndihmës. Dhe për të realizuar këto punësime, gjatë vite ka pasur një farë lloj ndalese për punësim të stafit administrativ dhe stafit ndihmës të për shkak ishin më herët edhe krizat ekonomike dhe një farë mënyrë kemi pas pengesë këto. Pastaj, duke tankuar, duke tentuar që ta bëjmë, ta realizojmë këtë qëllim ose këtë projekt, prej brenda ne i disperzuam dhe i ndruam vendimet e disa. Sot për momentin i kemi 2 logoped, të cilët njëra veç punon, tjetra do fillon shumë shpejt, është në trajnim, do fillon shumë shpejt të mirët me fëmijët shqiptar në gjuhën shqipe, logoped. Ajo do të jetë në poliklinikën e Çajirit? Jo, nuk do jetë. Njëra është në poliklinikën e Simpo atje, në Karposh, njëra do jetë në poliklinikën e Çajirit. Po tash do kthehemi edhe te poliklinika e Çajirit, ta mbarojmë njëherë këtë pjesë, domethënë tash kemi edhe një defektolog shqiptare, e cila veç punon së bashku me logopedin, si ekip punojnë në dhënien e shërbimeve të fëmijëve shqiptar. Tjetër, cila jemi në procedurë, po për shkak të krizës politike, domethënë do të presim edhe një çikës, ku do bëjmë një psikiatër, do e marrim, ku do jetë pjesë e ekipit, gjithashtu do marrim edhe një punëtor sociale, ku do gjejmë ndonjë mënyrë se si ta ashtu, dhe në këtë mënyrë do kompletohet ekipi dhe gjithë ky ekip do punon vetëm me fëmijë shqiptar. Normal nëse kanë kohë edhe me tjerë, pse jo, po fëmijë shqiptar do kenë ku të tretohen. Kurse në Çajir ka gati që 1 vit të martën dhe të njëjtën, ka logoped shqiptar nga Instituti për Gjuhë dhe Dëgjim, më duket quhet, ku vinë 2 herë në javë dhe japin shërbime në gjuhën shqipe. Kurse tashti me përgatitjen e logopedit tonë, do të thonë ne do fillojmë çdo ditë të kemi shërbime të logopedit në poliklinikën e Çajirit. Kështu që mendoj se me fillimin e kësaj pjese do informojmë qytetarët nëpërmjet mediumeve dhe do munden nuk ka me pas nevojë që të shkohet në Simpo atje, po mund shërbimet vetëm për logoped të kenë edhe në poliklinikën e Çajirit. Zotri Koka, du t'ju ndërpres për shkak se nga këto të cilat i ndëgjova marr një përshtypje se jenë me shumë xhelozi po mbroni do thotë zbatimin e gjuhës shqipe në gjitha këto institucione që unë si person, si gazetar do thotë ua kam për lakmi mirë, po besoj që edhe shumë institucionet të tjera. Po mbi tjerat, edhe pjesën e gjuhës e kemi obligim. Kemi detyrë dhe duhet sa më shumë t'i kyçemi edhe që të mundohemi që të bëjmë sa më shumë për qytetarët, thash me pjesën e sporteleve, me pjesën e mjekëve. Do të them edhe një fakt tjetër, për së pari herë në shtëpinë e Shëndetit, para 6 muajve ka filluar me punë specialisti i parë shqiptar. Me thonë që 60-70 vite që ekziston kjo shtëpi e Shëndetit,
nuk ka pasur asë njëherë specialist shqiptar. Për spari herë ka filluar para 6 muajve neurologja Teuta Dalipi, si në përshëndes këtë rast, ka pasur privilegjin që ajo të jetë specialiste e parë, dhe vlen të përmendin se për momentin janë dykun 12 shqiptar të cilët janë në specializim. Një rritur shumë e madhe, po dushim. Mendoj se është një fillim i mbarë, duhet të vazhdojmë, duhet të bëjmë edhe më shumë, mirë po është një fillim i mbarë. Këtë kjo ka ardhën, sikur rezultati asaj se duke parë se nuk kemi specialist shqiptar, edhe ajtë të bëjmë diçka, edhe kështu kemi marrë zojën Teuta, kemi marrë për institucioni tjetër, kurse të tjertë janë, disa për tyre janë edhe një vit mbarojnë specializimin, disa për tyre në menda 6 muaj do mbarojnë, edhe do fillon i 2, i 3, i 4, i 5, edhe do më thonë kemi edhe 12 tjerë, po edhe në kontinuitet do vazhdojmë me dërgimin e mjekëve në specializim, në mënyrë që të rritet ky numër, edhe jemi duke munduar që në çdo sektor të ketë specialist shqiptar. Kemi pasur probleme, o do është i bindi i mjekët që mos e merr këtë specializim se e ka filani, e na do të ky specializim. Për shkak se këtij lloji specializimi në mënyrë që çdo themi në ORL të ketë specialist, të ketë në pjesën e syve, në kabinetin e syve të ketë specialist, të ketë në rentgen, të ketë në laboratori, të ketë në neurologji, të ketë në psikiatri, të gjithë sektorët, ose gjithë pjesët, drejtimet e mjekësisë të ketë nga një, së paku nga një. Pastaj kemi edhe pediatër, kemi më shumë, 4 pediatër më duket se janë dërguar në specializim, në mënyrë që në pjesën e vaksinimeve, se tash për momentin një pjesë të madhe të vaksinimit e vojnë mjekët e përgjithshëm. Kurse me mbarimin e specializimit do i disperzojmë në për poliklinika, ku veçma do jetë pediatër, i cili do jep shërbimet ose vaksinimet do bëhen. Se kur jemi tek gjuha shqipe dhe zbatimi i saj nëpër institucione, gjithashtu jeni angazhuar shumë që të moshuarit tanë, do thotë në momentet e para kur të hyjnë në poliklinik, në ato sportele, do thotë drejt për drejt të kenë administratorin apo të komunikojnë thjesht në gjuhën shqipe. Sa ka qenë kjo e realizueshme dhe sa është e suksesshme tash në këto momente në poliklinikat, shohim kryesisht ku marrin shërbime janë shqiptar. Tash jemi munduar gjithmonë në çdo sportel, në çdo vend të spaku një person të jetë shqiptar. Edhe duke u bazuar në këtë ide, edhe lart poshtë kemi arritur që gjithandej të shpërndajmë atë staf që kemi. Po normal, tash edhe më herët kemi pasur ndalesë për punësimin e stafit administrativ, ku nuk kemi mundur të punësojmë dhe kjo na ka shkaktuar një vonim në hapa në këtë drejtim. Mirë po, në mënyrë të ndryshme kemi menaxhuar që maksimum në përvendet ku ka pacientë shqiptar të ketë edhe të punësuar shqiptar. Tash ti ndodh dikun edhe nuk ka, mirë po do të jemi të kuptueshëm se deri para sa kohe nuk ka pas fare. Tash më herët nuk ka pas asnjë specialist 60-70 vite, sot e kemi një, e duhet të kemi një çikës durim se këto gjëra nuk bëhen brenda natës. Sidomos pjesën e specialistëve, për të bërë një specialist duhet minimum 5 vjet. Ose themi 10 vjet, nëse e llogarisëm prej fillimit të mjekësisë universitare. 10 vite angazhim dalet që të bëhet një mjek. Edhe duhet kohë që ne të arrijmë atë çka e meritojmë, atë çka duhet të jetë. Të jetë përfasimi të mjek, të jetë përfasimi i administratës, përfasimi të motra. Vlen të përmendim se tash e kishim në merët para 6 muajve kishim punësime të afër 35 punësime në ndihmën e shpejtë. T'ja them një të vërtetë se në ndihmën e shpejtë deri para 2 viteve nuk ka pasur asnjë mjek shqiptar. Dhe vetëm një motër shqiptar në ndihmën e shpejtë. Sot çdo ekip ka ose vozicin, ose mjeku, ose motra është shqiptar. Rrallë ndonjë ekip nuk ka një prej stafit shqiptar. Këtë kemi bërë me shumë ndihmë, kemi bërë me shumë probleme, mirë po ja që u realizon në fund. Pastaj me kalimin e kohës, si do punësojmë të ri, do rrisim numrin.
Zotë Koka, një nga ato njollat, ta them të zeza në gjithë këto zhvillimet e mira dhe lajmet të cilat i morëm të mira, në kam betë disi anësh, do thotë ajo ndërtimi i poliklinikës në komunën e Sarajt. Angazhimi i Bashkimit Demokratik për Integrim ka qenë jashtëzakonisht shumë i madh në këtë drejtim, mirë po disi edhe ju si drejtor keni insistuar vazhdimisht që përshpejtohet procedura, deri ku jemi në ndërtimin e kësaj poliklinikës dhe qytetarët e Sarajit më në fund të marrin shërbimet atje. Do me thonë, një prej angazhimeve dhe presioneve që ku mbohën edhe ndaj vetë vetës, po edhe ndaj Ministrisë së Shëndetësisë, është edhe poliklinika e Sarajit. Do me thonë, është një ndër komunat të vetme të cilat nuk ka poliklinik të vetën, ose nuk ka poliklinik në teritorin e saj. Do me thonë, këtu e kemi pas prioritet gjithmonë dhe më në fund jemi nga fundi i realizimit të këtij projekti. Është i caktuar vendi nga komuna, është bërë projekti, ne kemi punuar një gjatë kohë në përgatitjen e projektit, se do jetë kështu, do jetë ashtu, do jetë më mirë kështu dhe në fund është bërë projekti. Dhe sa e di unë është në fazën e tenderimit, është pjesa se nuk do jetë vetëm poliklinika e Sarajit, do jetë edhe poliklinika e Boterit. Edhe në komunën e Boterit do bëjnë një poliklinikë. Kështu që ata do shkojnë paralel dyja bashkë, dhe është në pjesën e tenderimit. Tash që si do mbaron, me rëndësi është se u fut në sistem dhe se zbon do bëhet ajo punë. Gjitha përgatitjet i kemi bërë, gjitha mënyrën se do funksionon është e përgatitur, edhe tash edhe projekti është i bërë, edhe tash vetëm do të fillon me punë. Tash si do a ka mbaruar, si do mbaron puna e pasi që Ministria e Shëndetësisë e përcjell e mban. Përndryshe investimi do jetë një pjesë do e bën shtëpia e shëndetit, një pjesë komuna dhe një pjesë do bën Ministria e Shëndetësisë. E rëndësishme të realizohet ajo. Rëndësia është që e kemi gjetur rrugën që si ta bëjmë atë punë, edhe do e bëjmë me Zotin para dhe shumë shpejt mendoj se do fillon edhe puna atje. Koka na kanë mbajtur edhe dy pyetje deri në fund për projektin terminim shumë është për fol. Do thotë ju kryesisht jeni prek nga ky projekt, do thotë sa ju ka ndihmuar ose sa ju ka bërë pengesa ky projekt dhe çfarë note do t'i japim këtij projektit në përgjithësi ndërsa e vlerësoj. Në fillim kemi qenë edhe ne skeptik. Pasi që jemi edhe bazë të këtij projekti, kemi qenë edhe pilot projekt në fillim, pastaj pasi që kemi edhe kaq pacientë sa e përmenda më herët, 1 milion pacientë, më thonë jemi edhe bazë edhe të këtij projekti, dhe mendoj që sot jo që do japim notë kaluese, po do japim notë të lartë këtij projekti. Mendoj se është funksionon. Qytetarët ndodh që të presin nga pak, po ajo shumë pak, kështu që funksionon dhe mendoj se është një gjë e mirë, një ndër gjërat të suksesshme të shëndetësisë në Republikën e Maqedonisë dhe te ne, po ashtu kam informacion se edhe në pozicionet tjera, kjo funksionon. Qytetari është me rëndësi se shkon, e din orën sa ora të shkon. Thash ndodh pasi që ndërmjet kohës mundet edhe ndonjë pacient urgjent, i cilët kanë gjithmonë prioritet, mund të futen një pacient, mirë po pritja është minimum. Është minimum dhe qytetarët mbas të bisedave të përditshme, shumica e qytetarëve janë të kënaqur. Kështu që i kisha dhënë notë të lartë. Zoti Koka, sinqerisht i trajtuam shumë problematika, mirë po sigurisht se ka edhe shumë për çka të bisedohet, që nuk do të mjaftonte do thotë një orë emision, mirë po sinqerisht nga gjithë këto të cilat i ndëgjum, shpresoj që dëgjuesit tonë dhe qytetarët shqiptar janë shumë të kënaqur me punën e ju dhe e fillum me një pyetje politike, po e mbaroj me një pyetje politike. Vini do thotë nga lagja e Çajirit, do thotë kryesisht qytetarët e Çajirit dhe degat e Bashkimit Demokratik për Integrim ju njohin njeri i fjalës dhe i besës dhe asnjëherë nuk keni shkel mbi premtimin e dhënë. Tani një pyetje hipotetike po lind tash këtu për momentin kur veçmon kryetari i komunës zotëri Izet Mexhiti është larguar nga mundësia e kandidimit për një mandat të katërt si kryetar i komunës së Çajirit. Nga pikpamja ime, besoj që në komunë Çajirit Bashkimi Demokratik për Integrim, mos t'i përfshim subjekte tjera, besoj që nuk ka ndonjë kandidat më të mirë, sipas mendimit tim çdo herë nuk do t'jap ashtu supozime për një bartas siç jeni ju. Janë mundësi të tilla që ta shohim besim kokën edhe kryetar komunës Çajirit?
Mendoj se ajo është punë e organave partijake që të vendosin për këtë çështje, kështu që nuk do shkojmë. Do të kishit pranu këtë pozicion? Do shkojmë. Mendoj se është çështje e organave partijake që duhet të vendosin, nuk mbaret ajo nga unë. Ja lëmë organave partijake që ta zgjidhin këtë problem. Kur jemi tek nota dhe vlerësimi, punën e Izet Mexhiti si do ta kishë vlerësuar? Maksimum. Me një notë shkëlqyeshme. Me një notë shkëlqyeshme, mendoj se ka bërë punën më shumë se sa i takon një komune, më shumë se sa i takon një kryetari komune. E dini projektet të cilët i ka filluar dhe i ka mbaruar dhe një pjesë janë në mbarim të Izet Mexhitit, projekte kombëtare, nuk janë projekte vetëm lokale. Kështu që mendoj se ka punuar më shumë se sa një kryetar komune, shumë më shumë se sa një kryetar komune, dhe shumë më shumë se punë lokale. Zoti Koka, unë ju falenderoj shumë që gjetet kohë dhe ju përgjigjet pozitivisht ftesës së televizionit Nova dhe Institutit e Hapur në Gjuhën Shqipe. Ne do të jemi çdo herë duke i vëzhguar projektet dhe iniciativat të cilat ju do t'i ndërmerrni dhe çdo drejtor tjetër shqiptar në interes të qytetarëve shqiptar. Faleminderit edhe juve për ftesën. Jeni të mësuar gjithmonë në shtëpinë e shëndetit për çdo nevojë dhe çdo informacion jemi të gatshëm. Faleminderit. Dërsa juve shikues të nderuar, besoj që keni mbetë të kënaqur me këtë temë e cila ka prek, do thotë, në thelb ato problematikat e shoqërisë në përgjithësi, por sidomos të ato shqiptarëve. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa takim të radhës ju lë të shtunën e ardhshme me fillim në ora 18. Deri atëherë, mirëmbëngjes.